Besa para takimit me Flamurtarin ishte në seri prej 3 barazimeve dhe kërkonte fitore për të mos rrëshqitur shumë poshtë në tabel. Flamurtari luan dobët si mysafir dhe qysh herët u pasi misioni i Besës në këtë ndeshje nuk do të jetë shumë i vështirë. Ekipi Peja në minutën e 16 kaloi në epërsi nëpërmjet Bajraktarit. Në minutën e 38 Hysen Lekaj nga kjo situatë ka mundur ta dyfishojë epërsinë e Besës, por reagoi dobët dhe mbrojtja mysafire kësaj radhe shpëtoi. Megjithatë, goli i dytë i Besës nuk vonoi shumë. Në minutën e 42 Granit Çeka e mposhti portierin Feza. Flamurtari nuk tregoi shenja të kthimit në lojë as në pjesën e dytë të ndeshjes, ndonse në fillim të saj u mundua të organizojë disa sulme. Kështu që Besa në minutën e 55 e siguroi fitoren duke shënuar dhe golin e tretë, autori i së cilit ishte Egzon Gashi. Pas golit të tretë, loja u qetësua për të ngjallur në 10 minutat e fundit, kur të dy ekipet ishin shumë më aktive. Mirë po edhe në këtë periudhë Besa ishte më e mirë dhe në minutën e 85 Haxhi Zeka shënoi golin e 4 për këtë ekip për të vendosur rezultatin përfundimtar të ndeshjes dhe për të shkaktuar Flamurtarit humbjen e parë pas 3 xhirove.